Përshëndetje zonja dhe zotri, jemi drejt për drejt këtu në studio në Infomagazinës në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, dojmë bashkë me ju gjatë 60 minuta në vazhdim, ja cilat ishin zhvillimet kryesore që e karakterizuan ditën deri në këto momente. Sa Mustafa thot se ulja e TVSH-s ndikon më të mirë të qytetarëve dhe bizneseve. Këtë deklarata kreu i ekzekutivit i dha gjatë mbledhjes së qeverisë aty ku miratua dhe ligji i ri për shërbimin e jashtëm të Kosovës. Përfaqësues televizjes vetëvendosje kanë thënë në një debat se asociacioni i komunave me shumicë serbe është një bombë me sahate e cila po kurdiset nga Serbia. Në këtë debat morën pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile e medias. Rasti i Ramadan Mujës diskutohet sot në Infomagazin. Mësoni se çfarë parregullësish ligjore ngjan kur gjykata apelit vendosi për rigjykim të rastit. Debatojmë sot me Tom Gashin dhe Kastriot Jahën. Edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me mbledhjen e ekzekutivit kosovar aty. Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, është fokusuar shumë tek veprimi i fundit i Ministrisë së Financave, uljen e TVSH-s nga 18 në 8% për prodhimet bazë. Një debat i madh u zhvillua një ditë më parë, atëherë kur u morë edhe vendimi, u debatua edhe këtu në Infomagazin sot. Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, tha se kjo është në të mirë të biznesit, por edhe në të mirë të qytetarëve. Le të ndjekim kronikën në vazhdim. Pakoja e re fiskale mori shumë kritika. Ankesa e fjalë jo të mira për të erdhur nga njohës të ekonomisë, biznese e qytetarë. Por me këtë nuk po pajtohet akademiku i ekonomisë, aktualisht kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa. Sipas tij, është krejt e kundërta. Unë mendoj se kjo pak është në dobi të zhvillimit ekonomik dhe po ashtu është në dobi të përfitimit qytetarëve të Republikës Kosovës, nga pakoja fiskale, konkretisht nga ulja e pragut të TVSH-s nga 16 në 8%, përfitojnë gjithë qytetarët ose shportat familjare të qytetarëve, të cilët kanë të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Kryeministri Mustafa tha se hiç me kesh nuk mbesin as bizneset. Po ashtu përfitojnë bizneset, sepse gjitha bizneset lirohen nga importimi makinerisë dhe pajisjeve dhe landës parë, cila nuk prodhohet këtu për zhvillimin e tyre. Bilaj kërkoi nga varësit e tij të vazhdohet me ligjet e reja që do të adoptojnë TVSH-n edhe në produkte të veçanta. Ministria e Financave dhe ministritë të tjera tani do të punojnë edhe të ligjet e tjera të cilat do të adaptojnë përfshirjen e TVSH-s dhe tatimeve, sidomos tek barnat, edhe të keqja tatimeve për barna dhe për vendet e tjera, jo vetëm për ato që janë soza të ceftës, edhe për këtë ne do të shpejt do të trajtojmë këtë edhe në qeveri, do të drejtojmë kuvendit ndryshimet përkatëse. Gjithë këto, Mustafa i tha në mbledhjen e sotme të kabinetit qeveritare, në të cilin u miratua edhe projekt ligji për shërbimet e jashtme të Republikës së Kosovës. Ndërkohë janë ndarë mjete për sanimin e dëmeve të shkaktuara nga moti i lig në shkollën fillore dhe të mesme të Ult Nazmi Osmani në fshatin Elezaj të komunës e Kaçanikut. Qeveria ka miratuar edhe ndarjen e mjeteve financiare për sanimin e dëmeve nga rreshtet e erat e fuqishme në njërin nga konviktet e qendrës së studentëve në Prishtinë. Po ashtu, ekzekutivi ka autorizuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik për iniciimin e procedurave të përfaqësimit lidhur me kërkesën për arbitrazh drejtuar institucioneve të Republikës së Kosovës nga kompania ACP Axos Capital GmbH në lidhje me çështjen e privatizimit të postës dhe telekomunikacionit dhe disa vendime të tjera. E kur jemi tek shërbimet e jashtme ose shërbimi diplomatik, është zëvendës kryeministri i parë Hashim Thaçi, njerëz ministër i jashtëm, i cili tha se Kosova është duke zhvilluar një politikë të jashtme dinamike me qëllim të fuqizimit të vazhdueshëm të shtetësisë edhe nëpërmjet antarësimit në mekanizma ndërkombëtar. Sipas tij është parë arsyeshme që të punohet edhe në krijimin e një baze moderne ligjore, e cila rregullon në afat të gjatë funksionimin dhe profesionalizimin e këtij shërbimi të rëndësishëm për mbrojtjen dhe promovimin e interesave të vendit. Me anë të këtij ligji, tha se forcon kriteret për pranimin në shërbimin e jashtëm, qartësohet sistemi i gradimit si dhe përmirësohet dhe trajtimi i diplomatëve të karrierës dhe të antarëve të familjeve të tyre.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka vazhduar sot që në fokus ta ketë asociacionin në komunave me shumicë sërbe. Në fakt, subjekti politik më i madh opozitar aktualisht ka organizuar një debat ku pjesëmarrës kanë qenë edhe pjesëtarët e shoqërisë civile. Aty u tha se asociacioni ose zajednica, siç e kanë quajtur ata, është një bombe kurthizur nga Serbia për këtu në Kosovë. Besnik Tahiri ka përcjellur këtë debat. Lëvizja vetëvendosje është e vendosur të kundërshtoj themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë qëndrim e rikonfirmuan duke ftuar në debate dhe bashkëmendimtar nga partitë politike, media dhe shoqëria civile. Ky është ai elementi i cili e kthen Serbinë formalisht përbrenda çështjeve politike, juridike, ekonomike dhe tjera në Republikën e Kosovës dhe mendoj që ky është një hap jashtëzakonisht i dëmshëm që e kthen në mëdyshje Republikën e Kosovës si tillë. Ndërkohë, Glauko Njufca tha se me asociacionin të cilët tashmë po i përpilot statuti, është i sigurt bosnjëzimi i Kosovës. Këtë këto që i ka kriju si copa, si komuna të reja me shumicë sërbe, plus ato që kanë ekzistuar më herët, mi centralizu në një bashkësi të komunave sërbe, e cila ka qartazi, karakter politik, edhe kompetenca që nuk i përkasin asnjë mënyrë një organizate jo qeveritare, por që janë kompetencat një entiteti shumë të fuqishëm territorial dhe politik. E një panelist nga AK mendon se protestat kundër asociacionit janë të pashmangshme. Qytetarët përgjithësi po nuk duhet të lejuar më tutje spaku, nëse ka mundësi diçka të ndalet që të degradohet shteti i Kosovës i formuar me shumë sakrifica. Ndërkohë tjerë falës nga shoqëria civile u drejtuan me tonë të ashpra rreth marrëveshjes Mustafa Vučić që definon krijimin e asociacionit, telekomin, energjetikën dhe lëvizjen e lirë mbi urën e Ibrit në Mitrovic. Kompetencat të cilat janë dhënë bashkësisë e konfirmon fillimin e realizimit të sovranitetit dyfisht në territorit kontestuar që në mënyrë strategjike është mbajtur nga Serbia që 15 vite. Qeveritarët ende vazhdojnë me prallat e tipit se kjo është OJQ, unë besoj se kjo fjala OJQ mas që duhet përdoret, qoftë edhe në diskutime për shkak se nuk kemi të bëjmë fare me OJQ. Liderët e vetëvendosjes edhe njëherë nga ky debat ju bën thirrje shoqërisë civile dhe mediave që t'ju shpjegojnë publikut sipas tyre se çka përmban në detaje marrëveshja për themelimin e asociacionit. Më detajisht do flas edhe sonte në zonën B, Glauko Njufca, shefi i grupit parlamentar i lëvizjes vetëvendosje përballë Baton Haxhiut, sonte në një intervistë ku temë kryesore është asociacioni i komunave me shumicë serbe. Kur jemi tek vetëvendosja, është ky subjekt politik që ka bërë me dije se mbrëm policia ka arrestuar 4 aktivistë të saj derisa po shkruanin parulla në qytetin e Ferizajt. Gjithashtu sot në Prishtinë u arrestuan edhe 3 aktivistë të tjerë. Sipas kësaj lëvizje, policia ka kërcënuar aktivistët në Gjilan që nëse vazhdojnë me shkrimin e parullave, ata edhe do të arrestohen. Flasim më tutje për marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por flasim pak për reagimet nga Serbia. Është ministri serb i telekomunikacionit Rasim Ljajić, i cili ka deklaruar se marrëveshja e fundit e arritur në Bruksel do të ndikojë në ngritjen e çmimit të telekomit të Serbisë, ndërmarrjes e cila është në proces të privatizimit. Ai ka bërë me dije se ka ngesur aplikimi i paralajmëruar i telekomit të Serbisë në Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Bizneseve për shkak se në punë si përgjegjës është në pushim vjetor. Sipas tij, ndërmarrja varëse e telekomit që do të regjistrohet në Kosovë do të ketë licencë të plotë për telefoni fikse, ndërsa të përkohshme për atë mobile. Ndrojmë temë të informacionit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga do të marrë pjesë në aktivitetin Impakti i së ardhmës, i cili do të zhvillohet në New York gjatë këtij muaji në organizimin e fondacionit Clinton. Si pjesë e këtij aktiviteti, ndër tjerash, presidentja Jahjaga do të marrë edhe çmimin CIG që jep nisma globale Clinton. Këtë e ka konfirmuar për mediat edhe këshilltari politik i presidentës
Njëkohësisht, shefi i kabinetit Albert Vllahiu ai tha se ftesa ka ardhur nga Clinton Global Initiative për presidentin që prej më shumë se 2 muajsh. Ky aktivitet tu bën rreth 1000 emra më të suksesshëm ndërkombëtarisht që vijnë nga bota e biznesit, politikës apo shoqërisë civile. Aty do të marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Flasim pak për çështjen komunale. Do ndalemi në Prishtinë, do shkojmë në Bregun e Diellit në rrugën B, atje ku komuna e Prishtinës po synon të ndryshoj pamja. Arbresha Fazliu ka qenë atje, na sjell detaje se çfarë ka ngjarë dhe cila është kërkesa e banorëve në Bregun e Diellit në afërsi të rrugës B. Para disa muajsh nga ky vend u larguan objekte të cilat shfrytëzoheshin nga përdoruesit e drogës. E tash, komuna e Prishtinës ka marrë vendim që ky vend në lagjën Bregu i Diellit në rrugën B të ndryshojë. Në ndihmë do u dalin edhe qytetarët. Do dizajnohet ashtu siç do dëshirojnë banorët e asaj lagjeje. Do të thotë për këtë do të organizohet një punëtori që besoj që do të flasim edhe në vazhdim me zyrtarët e vjen habitatit. Kësaj iniciative priten t'i bashkohen shumë qytetarë të kësaj bashkësie lokale. Ja do të ketë afër 50 participantë, ku do të ndahen grupe dhe do të vazhdojnë do të punojnë në projekt. Punëtoria do të zgjat nga 19 deri 14 shtator, do të thotë është 4 ditë. Po ashtu do të zhvillohet në Kolegjin Iliria. E banorët e kësaj lagjeje shpalosën dëshirat para kamerës. Pjesë është shumë adekuate dhe përshtatshme për ndërtimin e 2 sallave ose më tepër sallave 3, që ku do të zhvilloheshin aktivitetet të ndryshme për qytetarët dhe me qytetarët. Projekti do financohet e realizohet nga Komuna e Prishtinës, pasi të projektohet nga banorët e Bregut të Diellit. Në vazhdojmë me informacionet të tjera. Mbi 50 pjesëtarë të njësisë speciale të Kosovës të mërkurën ka dhuruar gjak në mënyrë vullnetare. Me këtë akt simbolik, qendra kombëtare transfuzion të gjakut dhe drejtoria e shërbimeve shëndetësore e policisë së Kosovës kanë shënuar përmbylljen e fushatës së dhurimit vullnetar të gjakut. Vetë dhuruesit e gjakut, prej të cilëve kishte edhe pjesëtar që dhuroi gjak për të 80 herë, thanë se ky është një kontribut modest kur merret parasysh që edhe vetë atyre mund t'ju paraqitet nevoja për gjak, ndërsa u shprehën të gatshëm që të vazhdojnë dhurimin e gjakut edhe në të ardhmen. Ndërkohë, në Prizren, në varrezat e qytetit, në afërsitë të lagjës Tusuz, gjatë hapjes në varr janë gjetur mbetje mortore. Udhëheci i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu ka thënë për Klan Kosovën se me rastin e gjetjes së këtyre mbetjeve mortore menjëherë janë lajmëruar njësitë e policisë Kosovës dhe ekipet e mjekësisë ligjore. Gërgjaliu theksoi se është akoma herët të flitet mbi identitetin e mbetjeve të gjetura mortore, pasi sipas tij duhet të pritet që të përfundohet ekspertiza. Koha për të paralajmëruar debatin në studio. Gjykata e Apelit një ditë më parë ka konfirmuar për kthim në rigjykim të kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja. Apeli në një njoftim për medje ka theksuar se vendimi i kolegjit të kësaj gjykate erdhi pas pranimit të ankesave të parashtruara nga avokatët mbrojtës në çështjen ndaj të parit Prizrenit dhe të pandehurve tjerë të këtij rasti kundër gjykimit të gjykatës themelore, pra rigjykim për kryetarin e Prizrenit Ramadan Muja. Megjithatë, sot rasti i tij do të debatohet në studion e Infomagazinës nga gjetjet e mbrojtjes së tij, por natyrisht edhe nga njohuritë e një përfaqësuesi të qytetarëve aktiv të Prizrenit, njëkohësisht gazetar. Sot debatojmë me Tom Gashin, avokat i Ramadan Mujës, dhe Kastriot Jahaj, përfaqësuesi i qytetarëve aktiv të Prizrenit në këtë rast, edhe gazetar, njëkohësisht pas spoteve publicitare. Rikthehemi në Infomagazinë. Mirësera dhe të njëherë, jemi drejt për drejt, pasi ndoqëm spotet publicitare, koha për debatuar në studio. Rasti kryetarit të Prizrenit Ramadan Muja do të diskutohet një ditë pasi gjykata e Apelit vendosi për rigjykim në rastin e tij. Tom Gashi, avokati Ramadan Mujës nga kraji Midjath. Zoti Gashi, mirësera dhe në studio. Kastriot Jahaj, kolegi im gazetar, për këtë rast përfaqësuesi i qytetarëve aktiv të Prizrenit.
Goxha, aktiv, po them kohën derisa Ramadan Muja, kryetari i Prizrenit ka qenë në proces gjyqësor me kërkesat e juaja. Edhe për këto do flasim sot në studio. Mirëse erdhe në studio. Faleminderit, mirëse. Do nisim me ju, zoti Gashi, teksa natyrisht komunikonim për ta realizuar këtë emision dhe në aktgjykimin që ju keni marrë, keni gjetur diçka që nuk shkon. Jo, faktikisht dhe shikuesit, po besoj janë shumë të interesuar për ditur në fakt se çfarë kanë gjatë. Faktikisht ne kemi marrë akt vendim, jo akt gjykim. Akt vendim, kërkoj ndjesë. Është njëjtë, do të thotë sa për me qenë më i qartë, është sa i përket gjuhës popullore është e njëjtë, gjuhën juridike jo bash shumë e njëjtë, edhe pse ne kemi kërkuar që gjykata e apelit të sjellë ashtu siç thatë ju akt gjykim, me të cilin do të vërtetojë që në bazë të provave që kanë qenë shkresa të Landës, në bazë të asaj që është administruar për 28 seanca në gjykatën themelore në Prizren, ne kemi kërkuar që gjykata e apelit ta gjejë Ramadan Mujen dhe të gjithë të tjerë të akuzuar në këtë rast si të pafajshëm, respektivisht të shpall ata që janë të pafajshëm, me qenë se nuk ka pas asnjë arsye që këta të shpallin fajtor, sepse edhe në bazë të gjykatës themelore në Prizren, në momentin kur është shpall aktgjykimi shkallës parë, për me qenë më i kuptueshëm, gjykata ka konsideruar se ka pas probleme vetëm sa i përket aplikimit të dispozitave ligjore, që janë dispozita rreth funksionimit të kuvendit komunal dhe se Ramadan Muja në cilësinë e kryetarit të komunës së Prizrenit ka vepruar me qëllim të mirë. Do të thotë, vetë gjykata e Prizrenit e ka pranuar se procedurat ndoshta si masaj nuk kanë qenë të rregullta, që janë procedura administrative, por jo se dikush ka qenë i dëmtuar apo jo se që ka mund të vërtetohet se dikush ka Ju e kundërshtoni rigjykimin për arsye se ju keni kërkuar që ata të lirohen. Për çfarë është këtu diçka që nuk shkon në fakt? Dhe momentin që është marrë aktgjykimi, atëherë mbrojtja ka shfrytzuar të drejtën ligjore, ka paraqitur ankesën në gjykatën e apelit, vendimin që dje kemi marrë dhe do ta komentojmë, ndërsa prokurori nuk është ankuar fare. Që do thot, verzioni më i rand, apo më i keq, apo më i palegjshëm ka mund të jetë fuqizimi i aktgjykimit të gjykatës themelore në Prizren, mirë po në këtë rast gjykata e apelit ka vendosur thujase në mes, nuk e ka aprovu kërkesën e mbrojtjes Ramadan Mujat dhe të tjerëve që ai të shpallet i pafajshëm që të mbyllet me aktgjykim, por e ka kthyr rastin në rigjykim, në rivendosje dhe mund t'ju njoftoj se kjo veç është saktuar, do t'jetë java e parë dhe e dytë e mujit tetor të këtij viti. Që do të thotë rasti veç është saktuar, të shkoj në rigjykim dhe rigjykimi do të filloj me 7 tetor dhe do të vazhdoj parafërsisht për një javë është saktuar që të ketë seanca deri rreth 15 tetor të këtij viti. Mirë, për ta kuptuar, po besoj shikuesit edhe më qartë, cili është problemi, zoti Gashi, cili është problemi për arsye se këtu kemi patur edhe një vendim me shkrim të njërit nga gjyqtarët. Në rast këtu përfaqësuesi ndërkombëtar, ajo që është kryesore dhe që është në favor të së drejtës, këtë rast edhe të kryetarit të Prizrenit dhe të tjerëve, bashkëpunëtorëve të tij, të gjithë janë drejtar dhe udhëheqës të komunës së Prizrenit, është se gjykata e apelit nuk ka identifikuar të dëmtuar. Këtë rast është përmend vetëm në mënyrë sipërfaqësore se eventualisht, do thonë, e kanë lënë mundësinë që eventualisht nëse ka qenë e dëmtuar, ka mund të jenë ekonomia e pyjeve, organizatë që nuk ekziston, dhe Sekretariati Federativ i Mbrojtjes Popullore të Jugosllavisë. Nëse për dëmtimin e Sekretariatit Federativ të Mbrojtjes Popullore të Jugosllavisë duhet Ramadan Muja të shpallet fajtor dhe bashkëpunëtorët e tij, atëherë ai besoj për shkak të moshës së tij, për shkak të funksioneve të tij që i ka kryer si 3 herë i zgjedhur si kryetari i komunës së Prizrenit, ndoshta edhe do ta pranoj në gjykatë se me të vërtetë ka dëmtuar Sekretariatin Federativ të Mbrojtjes Popullore të Jugosllavisë. Dhe gjykata e ka kthyer në rigjykim që këto dilema rreth të dëmtuarve që nuk i ka identifikuar, që gjykata pastaj të gjej ka dëmtum apo jo dëmtum, se prokurori ka dështuar në këtë rast që të paraqes kush saktësisht është i dëmtuar me veprimet e kryetarit të komunës dhe bashkëpunëtorëve të tij lidhur me 2 raste të ndarjes së pronës shoqërore për shfrytëzim të 2 kompanive apo firmave private. Shkurtimisht, para se të kaloj tek zoti Jahaj, dhe ta marr por me siguri që mos flas vetëm sa i përket ndarjes së mendimit, po ajo është çështje krejtësisht. Do flasim edhe për ndarjen të mendimit. Megjithatë ka patur kërkesa se edhe ka patur edhe ide se Prizreni mund të shkojnë zgjedhje. Fakti që shkon në rigjykim, kjo do të thotë se nuk do të ketë zgjedhje. Në seancën kur ka qenë në gjykatën e apelit për të shqyrtuar vetëm ankesat e mbrojtjes sepse prokurori nuk është anku fare.
unë kam kërku një prej tjerave që Ramadan Muja me akt gjykim të shpallët i pafajshëm dhe që gjykata mos bjen në ndikime politike të Euleksit apo çfarë do të lloj tjera ndikime që t'i denoj qytetarët e Prizrenit që me shpalljen fajtore eventualisht të Ramadan Mujës, do thot me plotfuqishmërinë e akt gjykimit, eventualisht nëse do të ndodhte kështu, atëherë për shkak të ligjeve që janë fuqi do duhet që qytetarët e Prizrenit të dalin prapë në zgjedhje të parakoshme, por kjo nuk është arsyeja pse është kthyer në rigjykim. Arsyeja pse është kthyer në rigjykim janë disa prej tyre, mirë po edhe vetë kryetari i trupit gjykues që e ka nda mendimin e tij, është diçka shumë paksa e pakuptueshme, thotë se në këtë rast nuk është vërtetuar se kemi të bëjmë me lanë penale, civile apo administrative. Dhe nëse na themi se eventualisht ka mund të ketë problemet natyrës administrative, këto nuk janë natyrës penale dhe pafajësia vlen për secilin, vlen edhe për Ramadan Mujën, pse jo, që derisa nuk shpallet fajtor me një vendim të plotfuqishëm është i pafajshëm. Mirë, nëse është i pafajshëm, ai mund të vazhdojë. Pjesa fillestare, po them, më shumë hapësirë i dhash zotit Gashi për ta sqaruar për arsye se kjo paraqet megjithatë lajm, por do marr opinionin e zotit Jahaj, si morët ju vendimin e apelit një ditë më parë fillimisht për kryetarin e Prizrenit Ramadan Muja. E thash edhe më herët keni qenë shumë aktiv, keni kërkuar dorëheqjen e tij. Rasti kryetarit Prizrenit tash dënuar Ramadan Muja është rasti ma është rasti ma eklatant i ndërhyrjes së politikës në drejtësi, përkatësisht i kontrollit total që ka politika në drejtësi, si përmes gjyqtarëve, si përmes avokatëve që punojnë për sistemin. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë me një kryetar dënuar, i cili në procesin gjyqësor i pranon që i ka kryer veprat penale, pra nuk po flasim vetëm për fabrikën Gulistan ku i është nda prona, se zoti Gashi thotë nuk është identifiku asnjë fajtor. Prona publike e komunës Prizrenit, si ajo që është nda fabrikës Gulistan, fabrikës çokoladës, si ajo që është nda shkollës, si ajo që i është dhanë Minir Krasniqit edhe nuk është zbatu vendimi i gjykatës së apelit, është prona e qytetarëve të Prizrenit. Pra dëmtum janë qytetarët e Prizrenit, i dëmtum është kuvendi komunal i Prizrenit, buxheti i komunës tonë. Në këtë rast, pra, si që thash edhe më herët, kemi të bëjmë me rastin ma eklatant ndërhyrjes së politikës në drejtësi. Pse? Për shkak se vendimi për Ramadan Mujën është marrë para një vitje 3-4 muaj, nëse s'gaboj kështu, ku është shpall fajtor në mars të vitit kalu. Tash jemi në shtator, zotëri Gashi. Po, qysh po mundin me thonë që ajo është i denum, tash ju tregoj qysh po mundin me thonë. Gjitha dy lloj gjykatave thonë që ai nuk është i denum, edhe janë jo, gjykata e shkollës parë thotë që ai është i fajshëm. Po, gjykata e shkollës çka thotë? Që tash ju tregoj që nuk është i fajshëm. Dy vjet burgim me kusht. Po, na po flasim për një gjykatë shkollës dytë, e cila zotëri Gashi, po flasim për një gjykatë shkollës dytë, gjykatë të apelit, cilën Ramadan Muja nuk ja ka zbatu vendimin për uzurpim të pronës që e ka bu drejtori i tij Minir Krasniqi, e që është këtu në rast. Pra, për këtë gjykatë po flasim, e që është dënuar për atë vendim. Po flasim për një gjykatë të apelit, kryetari i cilës del edhe mbledh haraç. Po flasim për një gjykatë të apelit, vetëm pak. A është kjo? Sikur kur loja futbollit Zotri Gashi, kjo është loja futbollit edhe topi është Ramadan Muja. Po jo topi Ramadan Muja nuk po njëri i pafajshëm juridikisht, fajtor me kon vetëm në pjesën që temën. Për shkak të kontrollit që e ka mafia dhe pushteti në Prizren, Ramadan Muja në këtë rast është topi. A më kuptan? Po mafia, unë nuk e di mafia, unë jam këtu mi komentu vetëm vendimet e gjyqeve. Politik edhe... Vetëm pak, po ju mundeni me i komentu vendimet e gjyqeve, pra edhe mundeni me qëndru me qasë. Komenton ti edhe ma mirë se unë, se ti gazetar, jonë. Unë jam gazetar edhe kjo është rasti... Po nëse vendimi thot që këthejt në rigjykem, atëre qysh mund një person që këthejt në rigjykem me shpall t'i fajtor. A të tregoj pse. Por Ramadan Muja mund mësë vetë pëlqyja s'pja s'mu. Pa i pafajshëm është. Jo, gabe me ke. Juridikisht e i pafajshëm, pa kur farë problemi. Unë jam gazetar... Okej, po nëse është fajtor, atëre pse po matë një rigjykem? Pa, po më len me tregu pse. Po vëgjës. Lutëm, zoti Jahaj? Po dhe se kjo ka marrë para, avokatës. Po jo para, sigurisht që ka marrë, se unë se më interesu me mirë kërkëm pa pare. Apo më dëgjën dash, a do të me donë pare për me ndëgju, apo? A si jam pare për me ndëgju? Tja lëm hapsirë. Nëse ki shumë pare për mëre që e pa, tja lëm hapsirë. Pa pare, për shkak se këtu jem në emision. Po janë shikuesit ata që përna përcjellën, në të lutëm. Ti respektojmë. Është dënuar për vepra penale të keqpërdorimit detyrës zyrtare. Rasti kthehet në rigjykim
për me arsyetimin se është shkel neni 387 edhe 340, tash ju sharoj saktësisht cilat nene. Në cilat nene, jo, ka shumë rëndësi, vetëm pak. Argumenti është kë. Ajo është, rasti është këthy në regjykim për shkak se thuhet që në seancë nuk është argumentu edhe nuk është bo ballafaqimi i veprave. Më falë, në seancë kryetari e ka pranu që i ka kry veprat. Ekziston dokumentacioni qartë edhe është e përshkruar në akt gjykim. Ka pranu veprimet, jo veprën. Arsyeja pse është kry në regjykim. Atëherë ti pas ke problem me gjyqtar. Jo, unë s'kam asnjë problem me asnjë. Gjyqtarët e kanë kthyer në regjykim. Kush e ka kthyer? Kalbën në drejtësisë. Po kush e ka kthyer në regjykim? Hashim Thaçi apo gjyqtar që kanë emrin mbi emrin? Kush e ka kthyer në regjykim? E ka kthyer Hashim Thaçi përmes Tomgoshit. Po Tomgoshi ka Tomgoshi. Piotr Bojarçuk e ki një, Abdullah Ahmeti dhe Driton Muharremi. Bile Driton Muharremi o doktor i shkencave juridike. Qita e kanë emrin. Ne po flasim për një sistem drejtësisë i cili vazhdimisht i nënshtrohet vullnetit politikës. Jo, unë nuk jam pjesë e këtij sistemi. Jo jeni. Edhe unë jam me ty me kritiku për me përmisu, po në qitë rast. Jo jeni pjesë e politikës edhe e këtij sistemi drejtësisë. Se politikës, po mirë do ka me ditë pra. Në këtë rast është avokat që edhe këshilltari ish kryeminist. Ka qenë këshilltar. Po nashta unë e këshilloj jeni ende këshilltari. Po nashta unë e këshilloj çdo ditë dikën. Po në këtë rast jam avokat. Ku është interesi edhe pse duhet me u ditë kjo. Arsyeja tjetër do me thonë pse, përmendet atë që kjo zohet për shkak se vendimi është i kundërligjshëm, për shkak edhe nuk mundet me u vazhdu tutje për shkak gabimit në procedura. Kushtrim. Gabim procedura, pra po e theksoj edhe njerë, përmendet që atë në seancë nuk është bo ballafaqimi i provave. Që nuk është e vërtet. Ballafaqimi i provave është bo, edhe Ramadan Muja e ka pranu që nuk e ka zbatu, jemi të full për 4 vepra penale. Ka stretën e që për pajtona me ty. Që për pajtona me ty. Po problemi është të gjykata. Nëse pra po thënë ashtu, zotin gjykata. Keni rastin të replikonit, lutën. Po flasim për 4 vepra që i ka kry Ramadan Muja. Jo gjykata, Ramadan Muja i ka kry këto 4 vepra. Po gjykata ka thonë, kjo i pa fajshëm dhe kthejt në Ramadan Muja ja u ndalën gjeodetëve me shku me dhonë dëshmi në gjykatë për një prunë, për shkak se ka pas interes, vartës ti kanë pas interes në atë prunë. Po flasim për një rast ku gjykata apelit nxjerr vendim, gjykata supreme nxjerr vendim, ishtë gjykata supreme, që pronat cilën e kishte Miner Krasniqi, me ju kthy kuvendit komunal, edhe Ramadan Muja nuk e zbaton ata, për shkak se e ka vartësin e tij që e shfrytëzon atë prunë. Po flasim për një rast ku shpërfillen kreta procedurat ligjore, edhe i ndahet prona fabrikës çokoladave, edhe për një rast tjetër ku po ashtu shpërfillen kreta procedurat ligjore, edhe i ndahet jo ligjërisht prona shkollës si e ka emrin ajo. Pra po flasim për 4 vepra penale, cilat i pranon i pandehurin, këtë rast i dënuar i Ramadan Muja. Pra, po flasim për një person dënum. Edhe tash del gjykata e apelit, që po thot kjo është është pjesë e sistemi drejtësisë kështu e ashtu, edhe thot që jenë bu valla do gabime në procedura, zotëri, qëre elefantin, pse po merresh me fërkem, kur i ke kalu ata fërkem. Pse është e pakalueshme nëse zotnia e pranon që e ka kry veprën penale. Problemi i jetë. Pra, jo, problemi më falë, zotëri. Po jo që është ai dënum, për ryshe që kamera mund me fokusu sta. Jo, po gaboni shumë në adresim të... Që lexoti që të, për çfarë arsye ka vepru Ramadan Muja, edhe që është e shkru. Arsye me qëllim të mirë. Do të po çështë po thot gjyqi. Mja dhon Krasniqi tokën. Po ne jep edhe ty edhe mu. Problemi është që gjykata po ai ka vepruar me qëllim të mirë. Duhet të respektu ligjin zotëri Gashi. Këto është problemi. Për respektu. Cit as vendim gjykatës së apelit që thot kthej. Për me respektu ligjin e anashkalon ligjin edhe jep tokë Miner Krasniqit, apo? Ato shka përthu te. Jo, nuk pe thomon, e thot Ramadan Muja, më falë. Jo, populli ka rëzjedh 3 herë dhe populli du të mi besu që ti akgjykimi apo akvedimi deshti apo mëzisht. Përfaqësusi për DK-s. Ani dhe mirët, ashaj për DK-s, aj LDK-s, aj vetë vendosit, që më përfaqësusi klient vetë mi. Po i këtë rasti përthu personi i denu. Po nëse Ramadan Muja është i denu, se po maj ka rejgjykim. Na po flasim për një gjykatë që krejtësisht e ndikume prej politikës edhe cila i shërben këti sistemi politikë. Nuk e dhatë një shpjegim, nëse flasim për zgjedhje në Prizren, atëra mundemi me thonë kështu, nuk e konvenon as PDK-s as LDK-s me shku në zgjedhje në Prizren, edhe të qenë se e kanë sistemi ndorë, veprojnë që shdojnë me ta. Mirë po, qka duhet me pas parasysh?
prej se kur është dënu Ramadan Muja. Janë dalë shumë projekte në qytetin e Prizrenit, qytetarët e Prizrenit nuk kanë përfacim dinjitos, as ma të voglin përfacim komunën e tyne, edhe kryetari tyne, për mës me thonë, nuk shihet heqa, vetëm si figur mundet me uvrejt është problemi i procesit gjyqësor. Është problemi i këtij vendimi që ata është pal të fajshëm për 4 vepra penale. Për që da, ai nuk del ma se nuk ka legitimitet me kry punën e vetë. Nuk e respektan asë një qytetarë. Nuk ka legitimitet. A disa ushtare komandantu që kësë jenë denum shkallë parë që jenë deputet kuvendit Kosovës. Edhe gjitha ta juridikisht jenë pafajshëm. Për ryshës kishin me qenë aty heqë. Po unë nuk po mi me kuptu edhe pse e di që tje kupton ma mirë se une. Ramadan Muja. Jemi të folë për tokën e komunës që ju ka dhonë varësit Ramadan Muja. Jo letra e fajtor, vetëm kur shkallë për një akë gjykimit për të qeshëm. Po folim për hajniti, po të u që këja. Qaj të folë? Jo, po thëmë që ka plët deputet që në denum shkallë parë, po nuk janë ende fajtor, sepse nuk është vendimi plët fuqeshëm. Po, masi ko ka prosi mas te fajtor. Po që ko ka fajtor prosi mas te? Le komandanta e për çështje procedurale po merr krahasim. Unë e di që ti e din ma mirë se unë e nashta, që njerës jenë pa fajshëm. Po pse po shkojnë për anë gjykim nëse kjo është si mas te i denum? Pse po shkojnë kanë procedurat e pa kuptimta? Po dëmonë është i pa fajshëm, derisa ai shkon në gjykim është i pa fajshëm, apo? Pse po gjykohet për anë i fajtor? Nëse është ai fajtor, atëherë nëse gjykata kishtë thonë, ai është fajtor, ai sëtë si është kryetar komune. Edhe gjykata është fajtor. Është më gjykata ka që është fajtor kër e ka këthy në regjykim që e ku i ki? Po tash e ka këthy. Po tash dhe të për tash po folim. Po sistem kriminal e ka këthy. Po gjykata e shkallës së Vetëm pak, qyshe në lështën dhe zotri Gashi, po sistem kriminal nëse janë sistem kriminal. Atëre ki sistem kriminal juridik, jo Ramadan Muja. A janë a nuk janë, po. Nëse janë, ti po thu janë. Në këtë rast, na duhet me mbrojt një vendim që është vendim i gjykatës apelit i Kosovës, o kjo nuk është i Sërbis, as nuk është i Pakistanit, as i Zimbabves, është i Kosovës. Edhe nëse Ramadan Muja si masteje, ka fajtor me vendim plot fuqishëm, atëre pse po shkon në rigjykim mas 2 javë. Okej, mujnashëm. Domethënë, për një muaj e gjys fillon gjykimi, përsëri. Unë vetëm një detaj për më kalëzu se... Po, arsyeja pëse thash ma herët që kjo është rasti ma eklatant i ndërhyrjes e politikës në drejtësi, ku politika e kontrolon drejtësin kështë komplet, gjyqtarët i thotë ti mos bën qështë, po bën qështë. E a ka kontrolu politika gjyqtarin e Uleksit? Asnjëherë s'kemi pas rast kur... Ka patur rast edhe kur është tankuar politika edhe Uleksi... Gjyqtari Uleksit që thotë? Nuk kemi pas asnjëherë ka shumë një londë. Gjykata apelit e vënën ka shumë një londë me arsye banale, jo këti gjyqtari i ka kalu mandati, ati gjyqtari i ka kalu mandati. A më kuptën se? Do me thonë, rasti ka që një vjet e ka stret që kjo është zidh me shpejtësi shumë madhe, për shkak se nuk ka qenë paraburgim kërkush. Një vjet e 6 muaj, 7 muaj po i bjen që është vënu një rast. Ka 10 vjet mëre nuk zidhen kur nuk jem paraburgim, kjo zidh me prioritet, besoj. Unë po thëmë që zidh me prioritet. E tash, unë muj me të kuptu ty si qytetari Prizrenit, që je i pak naqën me vendimin, se nëse ishe unë vendin tanë, nëse edhe isha konin i pak naqën. Mirë po, na deshtëm apo s'deshtëm, du të mi respektu vendimet e gjykatës. Edhe nëse ka pas ndikime politike, të gjyqtarët që pëthojmë vendora, po e? A pëthojmë që ashtu? Ti e dhone, që pëthojmë të njëjtë. Ju dëshirojnë të epni një shembull në nërkondarin. Që ku e ki shembullin e gjyqtarit, kryetari kolegjit, mëre, ku thënë, që kolegji, ku është edhe ai pjesë e kolegjit që ka nënshkru vendimin që ka kthyr në rigjykim. Çka thotë? Nëse ka kthyr në rigjykim edhe ai vetë thotë që Ramadan Muja juridikisht është i pafajshëm. E tash ti çush e konsideron se është e jotja. Thotë, gjykata duhet me rishqyrtu edhe një herë në gjykata e shkallës parë në Prizren, sa kemi të bëjmë me lëndë penale, civile apo administrative. Domthon, kjo gjykatë ka urdhnu sepse na prapë po thojmë nëse nuk jenë përfit procedurët, përsërit edhe njerë, që të shkrume lezaje. Nëse? Që ku e ki të shkrume, unë hispe përsëriti, veç për lezaj për shkak shikume. Kjo është arsyetimi i kryetarit trupit gjykus në mendimin më shpajtu. Na kolegji pretendon se nuk është e qartë nëse gjykata duhet të shqyrtojnë ndë një landë penale, civile apo administrative. Që kjo është? Qka do me thonë kjo? Këta po dojnë me thonë, na nuk e di, ma kemi të bëjmë me veprime penale, veprime civile, apo probleme administrative. Tash me këtë penale është shumë mire definume, qka do me thonë me e kesh përdojrë detyrën zyrtare dhe mja dhonë dikujnë atë token
jo ligjërisht. Është vepër penale. Qërë tash pse po flasim për një gjykat këtej maset kriminalizume? Se thot halos Medina çka ka ndodhur. Po kriminalizum ka kryetari i kolegjit që është i Euleksit. Ky vendimi i tij për përjashtimin e vetvetes, domthon ai ka përjashtuar mendimin e vet. Njëjtën kohë ka nënshkruar çit vendem me cilën e ka thënë rigjykim. A qenë ka kështu? Po ai ka nënshkruar vet për rigjykim këtyre fasën e fundit. Edhe ai ka dhënë sarime që thot unë nuk jam pajtu me vendimin, po prapse si pjesë e kolegjit e kam nënshkruar çit vendim për rigjykim, sepse kolegji ku është edhe ai pjesë domthon për vetveten ka fol, ka marrë vendim si na tre, se tre gjyqtar kanë qenë që kolegji nuk e ka të qartë. A kemi të bëjmë me vepër penale, administrative apo civile? Nëse Ramadan Muja i ka shpërfill procedurat, ashtu që pëthoni jo, ndoshta edhe është ashtu, nuk e di, i ka shpërfill procedurat, pa ajo nuk do të thëtë, derisa nuk shpallet fajtor prej një gjykate, që ai është i denum, ai është i pafajshëm, se procedurat administrative nuk të bojnë ty kriminal, as nuk bojnë denum. Ramadan Muja është kthyer në rigjykim, jo për shkak se nuk i ka kry veprat, po për shkak se ajo është kthyer në rigjykim për shkak se gjykata thuhet që nuk i ka përshkruar mirë rastet e veprave dhe nuk i ka ballafaqur. Kështu është arsye. Domethënë, po folim për një procedurë, nuk po folim, në asnjë moment nuk kontestohet që ai është fajtor për veprën. Jo, kontestohet, ç'është kontestohet ai vetë, dy fish kontestohet. Edhe në akt vendimin, në shkruan prej tre gjyqtarëve, edhe në njoftim, neni 387, edhe një vendim që e ki prej gjyqtarit. Po ta shune po të foli me letra. Po edhe me letra po të foli. Qështë po ki qef me thonë? Nëse rasti o këthy në rigjykim. Klud na ma interpreton njenin 387 edhe 3-4. Atëra është këthy për në rigjykim. 384-370. Neni 384. Në cili dokument po i referohet për arsye? I referohet kodit procedurës penale edhe dy neneve të kodit procedurës penale. Nuk i referohet kodit penal. Kastriat, unë po pajtona me ty. Ajo është debat shumë mirë nëse pajtohesh, pra në rregull jemi. Apo pajtohesh? Me fol me gjyqtar pse e keni kthy, për shembull ti me thon, edhe nëse është ana pjesë e lëvizjes tonë. Apo e interpretojmë vendimin. Apo e interpretojmë vendimin. M'fal. Apo e interpretojmë vendimin. Kastriata dhe çushon, na mujna mos mu pajtu me kushtetutën e Kosovës, po duhet me respektu. Çit vendim, deshtëm për respektoj. Ky nuk është kushtetutë. Po me të kallëzuar që për respektoj. Ky është vendim që rrjedh prej kodit penal, kodit procedurës penale. Po, okej. Po, unë pa ta e kanë pru, na s'kena fuqi më të madhe se tre gjyqtarët e apelit. Apo pajtoheni me mu, do të rregosh që i kam vetëm dy pyetje. Apo pajtoheni me mu që vendimi është kthy për shkak të kodit procedurës penale. Po kodi procedurës penale shumë rregull. A thuhet dikon që m'fal. Është edhe kodi penal. A thuhet dikon që për shkak të kodit penal. Po, më thuhet, po. Jo, zotni. Po, thuhet që shumë thuhet. Kjo është e pavërtit. E tash, kjo është e pavërtit. Ne ka shumë verzionin anglisht, po këtyre shqip që po kemi të bëjmë me shqyrtu, a ka të bëjmë me lanë penale, civile, administrative? Mirë, çfarë do të bëni ju për arsye ju keni qenë shumë aktiv. Mos mbesim tek procedurat. Zoti Gashi në Ramadan Mujes, zoti Jahaj. Mos mbesim tek procedurat. Jo, unë veç po të foli që ky njeri është i pafajshëm, juridikisht po. Po qëre nashta ajo e fajtor për 1 milion sene tjera, për qita është i pafajshëm se gjyqi për thotë që është i pafajshëm. Dhe se ju jeni avokati ti. Ta shune për foli si avokati ti se mu konvenon me interpretu vendimin, që vendimin e kanë cilë gjyqtarë jo avokati. Vetëm për me dalë, për me vazhdu. Ne ta kalojmë për arsye se për pjesë procedurale. Aktiv jemi kriju si grup jo formal në kohën kër është shpall vendimi për dënimin e Ramadan Mujës. Pra, kur është dënu Ramadan Muja, ne jemi kriju si grupë, më falë vetëm pak. Masë është nuk ka dënim heq. Kur është dënu me 2 vjetë me kusht edhe me gjobë 2.000 euro. A jam i qartë tash se... Nuk e di, jo. Jo, po thëmë që nuk është dënim heq. Jo, tash nuk e din. Jo, mërë se së është dënim. Po ajo është masë, mas pare e cila nuk ka kur farë vlerë, sepse është prish, po gjyqi ka pejtë. Ne jemi kriju si grupë jo formal, edhe kemi kërku dërheqen e ti. Kemi bot disa aksione edhe kanë zgjatë 2 javë ditë. Protesta, kanë qenë 2 protesta masive. Keni qenë një grup i madhë, po si e morët këtë vendimin e apelit? A shkaktoj pak a shumë pak natësit e kjo? Që po ju tregoj? Në ndërkohë, qka ka ndodhë me, po du me tregu qka ka ndodhë me qeverisin muja dhe qysh e kom prit më ndej vendimin e djeshëm të gjykatës apelit. Në ndërkohë kemi pas raste ku ma shumë se gjatë 2 raste të mësimdhënësve në Prizren, vendet punës në Prizren janë shitur. Pra, dikush që i ka 2.000 euro në Prizren, po që nuk ka shkollë, nuk është i kualifikuar, sot i jep në mësim nxënësave tonë.
për shkak se edhe kjo rast po ndiqet. E kemi rastin kur drejtori i arsimit në Prizren keq përdorur me fondet që ndahen nga kuvendi komunal për javën e dëshmorëve, pra këta që thirrën nuk që i keq përdorin parët që jepen për javë dëshmorëve në Prizren, pra po flasim për gjatë 8.000 euro, janë pa në konto bankare, cilat i kanë nxjerr Abdullah Thaçi. Ju besoj jeni të njoftuar për rastin e Abdullah Thaçit, i cili i nxjerr transkriptet e llogarisë drejtorit arsimit edhe tregon qysh ai paratë e javës dëshmorëve që derdhen në xhirollogarit komisionit shkojnë në llogaritë të drejtorit arsimit edhe mandej në ato transkripte shihet qysh paratë ndahen familjarëve, bankës për kredi e tjera. Pra keqpërdorim deri në skaj paras publike. Edhe çka ndodh ky sistemi jon, edhe çka ndodh zotri Sadiku, ky sistemi jon i drejtësisë që po na referohet zotri Gashi. Hajde të shkruajmë kallëzimet penale për çfarë, atë raste të tjera që s'kan bën me Ramadan muaj. E dënon zotri Abdullah Thaçin me 5.000 euro gjop, ndërsa ndaj në gjatë shoqajt ende nuk është nis asnjë seancë për keqpërdorimin e mbi 60.000 eurove. Në gjatë shoqja është drejtori i arsimit. Drejtori i arsimit. Edhe tash vendimi i djeshëm erdhe dhe e çka ndodhi, po normal që ndodh, apo vjen se e kemi prit se kemi të bëjmë me një sistem që vetëm kriminal nuk i ndjek, për shkak se është i kontrolluar nga krimi. Ju po thoni se Ramadan muja kriminal? Po i kemi 4 vepra që i ka pranuar, që i ka kryer. Tash gjykata mundet me thonë çka don. Është transkripti i gjykatës po ashtu. Kush e shpall dikon kriminal? Gjyqi e shpall, jo te jone. Po nëse gjyqi edhe tash tash për kë më flet për këtë gjyq, apo për këtë sistem drejtësisë. Ti ki problem me sistem, po jo me Ramadan mujën, no njeri. Nëse ti po gjoje mënyrën, problem me Ramadan mujën. Merë avokat mirë, Prizren, shkruni kallëzime penale, çoni në prokurori edhe gjeni mënyrë juridike. Zoti Sadiku, unë kështu fol për mas pati 5 raste. Unë kështu fol mas pati do keni raste. Do keni raste është edhe Ramadan muaj. Po janë organet ku dush mi raportu, po edhe po flas për organet, jo për tjera. Unë s'jam të fol për atë vendim, po flas për diçka tjetër, se më pyeti diçka tjetër. Zotni, më pyeti për diçka tjetër. Le të japim rastet e përfundon. Edhe po flasim për një sistem të i masë të korruptuar. Pjesët cilë sistem është edhe ky zotni, ja. Ku keshën një mes e para në cilin sistem? Për këtë sistemin kriminal. Okej. Unë jam pjesë e sistemit apo jashtë sistemit? Pjesë e sistemit. Jo mbrana. Po, da. Pse? Shumë mirë, okej. Pse thoni këtë? Është avokati zotit Muja, është pjesë e procesit. Atëherë a di çysh. Ramadan Muja nuk është kriminal, po unë jam që e mbroj ata, po? Edhe ish këshilltari Hashim Thaçi. Po flasim për një sistem drejtësisë, do me thonë që është te i kontrollun për politikës edhe një sistem një drejtësisë i cili vetëm kriminal nuk i dënon. Pra e ndjek Abdullah Thaçin i cili e raporton krimin, e ndjek Abdullah Thaçin i cili shkon në gjykatë, thotë shiko sa shumë janë vjedh nga paratë e kuvendit komunal, edhe gjykata e dënon Abdullah Thaçin pse e ka raportuar rastin, po nuk e dënon drejtorin e arsimit pse i ka marrë ato parë. Pra për këtë sistem brillant drejtësisë po flasim. Sistemi drejtësisë mirë, ajo ta kalojmë tek ju. Po thu Ramadan Thaçi. Po çfarë problemi keni ju me mua zot? Jo, prap nuk është fajtor, derisa një gjykatë e lartë eventualisht ta vërtetojë se jo. Edhe ai është i pafajshëm. Jo, ai është i fajshëm. Jo, ai ka deklaruar, ai ka thënë që po, ai ka thënë po, unë e kam nxjerr transkriptin. Vetëm nëse nuk kanë kohë, se edhe ai ka drejt me dërguar rastin gjykatë apelit, po ç'është e tina. Po kush tha që nuk ka drejt? Mirë, zoti Jaha në disa momente nuk e din nëse e pat për inercion ose e pat për hir të debatit, do të thotë për të argumentit, thasë edhe ju jeni pjesë e sistemit kriminalizuar, a jeni? Atëherë nëse ky e tha që unë jam një farë lloj kriminali apo i vogël. Pse pembroj Ramadan muajin, atëherë unë ve pranoj, a den. Unë me zotrin Gashi prej 2004. Jo, ne po debatojmë, po ideja është njerëzit duhet ta dinë. Sigurisht. Po hajde thuaj edhe një herë ç'është ke përkusë. Jo, saktësisht. Unë po them që të qenë pjesë e procesit jeni pjesë e sistemit. Apo
Po pjesë e sistemit na jemi edhe me kushtetutë dhe me ligje, se gjykimet s'mahen pa avokat. Pa të rea, janë kriminal, 700 avokata veçoni. Nuk thash kriminal, në asë në moment. Unë thash, je pjesë e këti sistemit kriminalizum, ti tha, ako këna krimineve li vogël, qysh dush le anën vetit. Nëse Ramadan mundesh me këthy me pa që i tha vetit kriminali i vogël. Që pëmbroj ata atërën e pjesë e sistemit kriminalizuar o pak e rëndë, kështu si ndërtimi i një fjalie, në fakt. Për arsye se e bën pjesë të kriminalizuar, po jo njerëz që i kryjnë punën e vetë, si unë edhe si ti. Tash pa dosh me e bërë debatin unë kështu folë për një sistem të kriminalizum drejtësisë, i cili nuk i shërben qytetarit edhe nuk e respekton, nuk i ndjek procedurat ligjore, por i shërben krimit edhe atyne që kanë ndikimte. Pra për këta jemi të folë. Qartë. Krejtësisht për pajtona me ty. Qëfar pritni nga... pajtona me ty, sa i përket Ramadan Muji. Se krejtë që për thuti për pajtona me ty. Zoti Gashi. Sa i përket asaj, për gjithdo veprem, ka mjetë juridike me shfrytzu, me thasht më shumë herë. Edhe me ndjek procedurat ligjore. Një, edhe dyta pa procedura ligjore. Qëfar pritni nga procesi për arsye se në tetor njësa, jemi në fund debatit nga opinionet e fundit. A pritim nga procesi? Na pritim nga procesi që me vërtetu atë që e ka shkru gjykata themelore, gjykimin e mahershëm që Kastrioti për thot që e ka pranuaj fajsin edhe është fajtor si mas Kastriotit, që më vërtetu që Ramadan Muja ka vepru me qëllim të mirë. Po presim që shikoje, lezoje, po mëse lezo gabimisht. O s'di me lezu se s'kam shumë shkollë. Po unë veç di me lezu vendimet e gjyqit. Që gjykata për thot që ka probleme që nuk është identifiku dikush i damtum, edhe që eventualisht mund tjetë sekretariati federativ i mbrojtjes popullore të Jugoslavisë. Nëse Ramadan Muja ka damtu sekretariatin e mbrojtjes popullore të Jugoslavisë, aja është një loj heroj, e jo një loj që shpisu të kriminelja për shkak. Minir Krasniqit. Po, vendimet jenë formale tash olje. Formale, vendimet jenë formale që kanë këthym në gjykim. Ti hajden gjykim, ki drejt me qenë pjesë e publikut, edhe ki drejt nëse ki informata shtesë, dërgoja në formë shkrume, gojore procesit duke protestuar. Për ma tepër i kemi dërgu, për ma tepër ne i kemi dërgu kallëzim penal gjatë kohës protestave, pra na kemi organizu protestave me 7 mars, pra për mena dhe çështjen e arsimit. Na kemi dërgu kallëzim penal, që po thotë zotnia, mundet me dërgu. Na kemi dërgu se e dim që kemi drejt. Jo, e marrë dhe në gjykim ki drejt, edhe një pru prova shtesë se ki nevoj. Edi, edhe në hangë kena drejt me shku, abden, s'kina... Në hangë se dive shko si turiste se si akuzum, po se ki njët as njën as tjetërën. I kemi dërgu edhe kallëzim penal, mirë po nuk është marrë as një masë. Jo po është, na po flasim për një sistem drejtësisë i cili, kur e kërcënon një qytetar ministrin edhe djemë të krye ministrit në Facebook, dënohet më randa ditës. Keq. Zotri Gashi ka përfacu gazetarë edhe din që mas pakti një 10 raste i kam. Edhe ty t'kom brojt. A ka shku në e rast dhe në fund? Po jo, se s'ka shku asë një rast dhe në fund. Unë i kam mas pakti 10 raste të kërcnimeve, asë një rast... Ma vërmena si më kjezidhë si avokat mirë. Na të rast të qenë avokat i yti, edhe të rapo shto kejs. Në pëse morë të ekspres drejtsin, që pa e përmenë që një nuk më latë me përshëndet. Të rjeke këtë diagonale diri në fund. Po flasim për një sistem drejtësisë i cili e dënon, e kemi pas sot në koaditore, është dënu një qytetar për shkak se në Facebook dje e ka kërcnu ministrin edhe djalin e kryeministrit. Mrenda ditës bëhet kallëzimi penal, akt akuza edhe dënor. Mrenda ditës po flasim. Në ndërkohë, vetëm për veti po flasë, si gazetar i kam pas zotnia Edin, a qenë nga shumë keq? Po jo, shumë keq është shumë. Çfarë flet kjo për sistemin e drejtësisë, zoti Gashi, çfarë flet kjo për sistemin e drejtësisë? Po për sistemin e drejtësisë, kur gjë nuk pëllet Kastrioti shka thamun. Ajo mundet me qenë selektive, edhe në këtë rastin vetëm e kam lexuar artikullin, vetëm nuk e kam sikur që është në rastin e Ramadan Mujës, me caktim paraburgimit, sepse gjykata ka drejt me caktu paraburgime, apo ka drejt që është skandali për masave të pa përcaktuar, domthonë është skandal tepër i madh, nëse dikush brenda dite, një ditë apo 2 ditë apo sado që të jenë mërin, mu akuzu, mu hetu, mu dënu dhe mu dërgu, me njëherë në vujtje dënimit, ajo është skandalozë, sepse kësi efikasitetin thojza, nuk ka sistemet ma përparimtare, do më në bërë. Së mundet me pas, sepse dikush nuk mujnë gjitha procedurat, shembulli mirë i Kosovës. Shembulli mirë, ja vonë gjitha lanë mi kry kështu e, mësë me leonë si të Ramadan Mujës 2-3 vjetë rastin, është e pa kuptim. Këtë du të mu marë shembull për qysh duhet me punu keq.
E jo që është punu mirë nëse dikush është gjyku sinqerisht në hyrë presim, ekspres. në tetor shumë shkurt, ne presim që ashtu që shpret se cili qytetari i Kosovës që njëherë me pa një tro drejtësi në këtë vend. Edhe ne presim që ka me marrë vendim i pandikum politikisht, edhe pa i pas parasysh rrethanat politike, shpresojmë, pa i pas parasysh rrethanat politike nëse jemi të gatshëm për zgjedhje apo jo, apo çfarë do rrethane tjetër, shpresoj që ka me pas gjyqtarë cilët kanë me qenë mjaft dinjitetshëm edhe me marrë vendim drejt edhe dur, e jo me bohajgare, jo kjo proceduri. Bëshojmë nga tetori e tutje se çfarë do ndodh ky ishte debati për rastin e kryetarit të Prizrenit, Ramadan Muja, isha në studio me zotin Tom Gashi dhe Kastriot Jari. Faleminderit shumë që ishit pjesë e debatit. Faleminderit. Ne shkputemi me lajmet nga arena ndërkombëtare, shkojmë në Paris dhe shohim se si zjarri ka mbytur 8 persona atje. Erbresha Shpati na sill detajet. Prej këtij zjarri që besohet se u nis qëllimisht në veri të Parisit në Francë, kanë mbetur të vdekur 8 persona. Ndërkaq lëndime të rënda trupore kanë marrë edhe 4 të tjerë. E për të shuar flakët, u desh të angazhon rreth 100 zjarfikës. Derisa ende nuk dihen arsyet e zjarrit, ministri i punëve të brendshme në Francë, Bernard Cazeneuve, ka deklaruar se është shumë herët për të përcaktuar shkaqet e kësaj tragjedie. Ndërkohë, prokurorët që janë duke hetuar rastin kanë sugjeruar se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm. Ky zjarr besohet të jetë një nga më vdekjeprurësit në kryeqytetin francez në dekadën e fundit. Gjithandej në për Evropë po vazhdon kriza e madhe e emigrantëve, janë 11 sirianë që kanë vdekur në mesdhe, ndërkohë që emigrantët në Hungari kanë protestuar. Protesta janë para në për vende tjera, pra në Evropën qendrore dhe perëndimore. Le të shohim se çfarë ngjau atje. Një ditë më parë, më syn Greqinë. Por valet e mesdheut mëngjesin e së mërkurës, 11 emigrant sirian i kthyen pa shenja jete në brigjet e Bodrumit në Turqi. Medjet turke raportojnë se viktimat po planifikonin të mbrinin në ishullin Kos të Greqisë, ku prej atje do të kërkonin strehim në përvendet e Bashkimit Evropian. Por anija me të cilën udhtonin u fundos. Me më shumë fat ishin mijëra refugjat të tjerë që mbërreten të gjallë në viset greke. Ardhja atyre vjen në kohën kur shteti helen po përgatitet për bisedime mbi mënyrat se si t'i bëhet ballë fluksit të jashtëzakonshëm të ardhurve. Në anën tjetër, në pritje për të marrë rrugën drejt Gjermanisë e Austrisë, kanë mbetur edhe 2000 emigrantë të tjerë në stacionin Keleti në Budapest. Ata pos që kërkuan paqe, dhuruan edhe shumë dashuri për autoritetet. Por as kjo nuk bëri që policët në hyrje të stacionit të ndërojnë mendim. Të bllokuar kanë mbetur edhe pasagerët francez në Paris. Vonesat e vajtjeardhjeve të trenave u shkaktuan si pasojë e numrit të madh të ilegalëve në portin e Calait, të cilët përmes tuneleve po shpresojnë të arrijnë në Britani. Gjashtëmbëdhjetë shtetas turq janë rrëmbyer sot në mëngjes në lagjen verilindore të kryeqytetit Bagdad. Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Irakut, Sadman. Të rrëmbyerit ishin punëtorë të një kompanie të Turqisë që punonin për ndërtimin e një kompleksi sportit në lagjen tjetër të Bagdadit, Sadr City. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim. Vitin e kaluar, 46 shtetas të Turqisë ishin zënë nga militantët e shtetit islamik në qytetin verior Mosul të Irakut, por që pas 3 muajsh të kaluar në rrëmbim ata u liruan të palënduar. Në Iraku shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, autoritetet në Teksas janë duke hetuar 2 gjyrime të realizuara nga kalimtarët e rastit ku një sherif i shtetit Bexar vret një person. Gjyrimet u bën publike nga televizioni i San Antonios. Incidentet vinë në kohën kur dhuna e përdorur nga oficerët amerikanë ndaj personave me ngjyrë, por ndaj të bardhëve është në rritje e sipër.
Ky ishte informacioni i fundit i përgatitur për edicionin e sotëm të Infomagazinës për lajmet më të reja. Klikoni sajtin klankosova.tv. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëjtje, ne takohemi nesër.